vendoset një standard të zgjedhje, një herë e mirë, të paktën të vijë tek numërimi të paktën, se është e pamundur gjithë pjesë procesi zgjedhor. Te numërimi. Edhe diçka lidhur me këtë çështje. E keni bekimin në thojza të Sali Berishës dhe të drejtuesve të tjerë të lartë Partisë Demokratike në këtë kërkesë tuaj për rinumërim? Po tani unë nuk kam shkuar në institucion fetar që të marr bekimin edhe thojza. As në thojza, as pa thojza. Miratimin. Ja u thash më parë, unë jam një njeri i lirë, jam i djathtë, jam familjarisht i djathtë, besoj te vlerat e djathtës, cilat janë për mua fisnikëri për kushtet ku po jeton vendi jonë. Dëshiroj që këto vlerat manifestohen në shoqëri përmes angazhimit dhe kontributit tim politik. Kontributin tim nuk e kam të lidhur me asnjë person, e kam të lidhur me parimet. Bashkëjetoj në rregulla të caktuara politike. Ky vendim ishte individual i Lisandër Hoxhës, pra e keni komunikuar me partinë, me drejtuesit që mbështetjen e partisë. Rinumërim. Kur kam nisur procesin, kam kërkuar mbështetjen e partisë. Vendimi ka qenë i imi. Ju mbështeti? Partia në fazën e parë nuk na mbështeti. Pasi u bë e madhe gjëja që doli në publik votimi se si morën pjesë e majta dhe e djathta për një vendim që në gjykimin tonë ishte antikushtetues, po. Pastaj kishte kërkesën për rinumërim të gjithë qarku Tiranë. Ndryshe nga kërkesa e fillimit që ishte rinumërimi pjesëshëm sipas rastit. Pra kishte një kërkesë ku thoshte kërkoj anullimin e zgjedhjeve, përsëritjen e zgjedhjeve, pastaj rinumërim pjesëshëm. Po, zoti Hoxha, ju arrit. Pritë se është e rëndësishme kjo. Po. Pra, kërkoj anullimin e zgjedhjeve, përsëritjen e zgjedhjeve dhe rinumërim të pjesëshëm. Ne në këtë fazë nuk mund çonim numra kutish, se nuk i kishim parë akoma gjitha kutit. Akoma nuk i kemi parë sot, se është proces i gjatë, jo thash. Por kërkesa jonë ishte legjitime se ne hasëm fakta dhe prova që nuk ishte numëruar si duhet, se kujt i ka interesuar të lëviz votat brenda llojit, këtë e gjejmë rrugës. Ne jemi ke faza e parë. Brenda kutive të cilat janë numëruar, votat e kandidatëve të PS-s, të PD-s dhe të partive tjera mund mos jenë shkruar ashtu siç i ka dhënë zgjedhësi. Pra faktin po diskutojmë. Faktin, dakord. Dhe do shihet, asnjë lloj aludimi, asnjë lloj. Jo, ajo tregon pastaj. Ajo tregon. Po. Thash, nëse votat janë bërë gabime njerëzore, nëse ka ndodhur një gabim njerëzor me 1-2 vota ndaj një kandidati të caktuar, nuk është gjë e madhe. Nëse ka ndodhur në masë që votat e disa kandidatëve, unë për shembull nuk kam pas vot përqendruar në një qendër të caktuar, e kam patur votën e shpërndar. Dhe mundësia që unë të mbroj një votë shpërndar është e pamundur. Kjo do të thotë që duhet parë a ka patur orientim apo gabime njerëzore. Këto do i tregoj rinumërimi i qarkut Tiranë. Ju në këto zgjedhje arritët 2089 vota. Aq më kanë shkruar. Aq ju kanë shkruar, po, kështu që do shihet nga rinumërimi derisa ka qenë një fushat. Mund të shkojë, nëse do shtohet apo do qëndroj kaq. Nuk e di. Ajo ka qenë një fushat e vështirë, ka qenë një fushat me kushtet pa barabarta në raport me kundërshtarët politik, edhe brenda llojit ka patur pabarazi, të cilat thash kam marrë një vendim që unë s'pari do i diskutoj brenda Partisë Demokratike, sepse domethënë cila konkretisht çfarë nuk zgjedhor shkoi sipas jush përveç pjesës, kjo do mbetet për të parë pastaj te rinumërimi, nëse ka patur orientim. Ky kod zgjedhor për Lisandrin ishte një kod antidemokratik. Dhe unë këtë gjë e kam thënë fushat elektorale publikisht, që nëse unë marr mandatin, do të jem armik publik i këtij kodi. Nuk është e rrallë kjo të thuhet fushat elektorale, unë e kam thënë. Ja kam thënë dhe kryetarit partisë, që është një kod i cili nxit luftë brenda llojit, nxit pabarazi dhe nuk sjell rritje për partinë politike, po sjell një lloj gare e cila nuk dim se ku na çon. Në këtë aspekt, mendoj që analiza mbi fushatën elektorale është e domosdoshme për Partinë Demokratike në mënyrë që të shikojë se ku do të shkojnë të ardhmen. Paralel me analizën e fushatës elektorale, nxjerrjen e përgjegjësive politike të saj, nuk duhet të harrojmë që këtu ka ndodhur maskaradë zgjedhore. Pse e them unë këtë? Bruna, PD-ja po merret me denoncim faktesh. Do ta trajtojmë pak më vonë këtë. Po i ikë një fakti thelbësor. Në Shqipëri nuk jetojnë 2.4 milion njerëz. Përpasoj, këtu nuk kanë votuar 1.4 milion qytetarë. Loja me shifrat ka qenë një lojë të cilën e ka udhëhequr KQZ-ja bashkë me strukturat e Partisë Socialiste. Pse po anashkalon këtë? Unë besoj që është përdorur inteligjenca artificiale sikur të ishte
sekretari organizativ i Partisë Socialiste. Pse e them unë këtë? Ja, do t'ja u shpjegoj. Të gjitha dhënat personale të shqiptarëve nuk janë hakeruar nga kurkush tjetër, por nga vetë shteti. Skandalet me Akshin, vjedhja e dhënave të Timsit, skandalet e ndryshme të rrjedhjes gjithë informacioneve personale të shqiptarëve që dolen dhe në publik. Targat, numrat e telefonit, kërkesa që janë bërë në shtet, gjendja civile, gjitha ndodhen sot në një sistem kompleks i cili orienton strukturat e Partisë Socialiste si të veprojnë për të deformuar votën. Po jap disa shembuj. Po pra konkretisht. Pajisja Pej, për shembull, e nderuar, e cila përdoroj për identifikimin e zgjedhësve, ka qenë pajisje që në bindjen time ka qenë e korruptuar në të gjitha qendrat e votimit. Pse e them unë? Po ja t'jemi më qartë. Ja e zëm se Partia Socialiste ka të gjitha të dhënat tona, të dhënat e mia, të dhënat tuaja. Si do na orientoj, si do ta deformoj votën, si do më shantazhoj mua? Jo, fare, nuk shantazhon. Atëre, ja i ka të dhënat e mia. Ja, po ja, shpjegoj pra. Okej. Është bërë një provë eksperimentale nga Altin Goxhaj dhe një person tjetër në KQZ. 8 muaj para zgjedhjeve, 6 muaj, nuk jam i saktë me datën. Ka qenë prezente OSB Odiri. Është bërë ditën kur është miratuar pajisja Pej për qenë pjesë e procesit votimit. Pra komisionerët nuk kishin lista për të thënë që Lisandor Hoxha e ka emrin të kjo qendër dhe do votoj. Jo, kishin pajisjen Pej. Është vërtetuar që me një karton, jo me ID, mund të identifikohesh si dikush tjetër. Edhe